Lajme Flash në Albania FM Radio. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Këto janë lajmet e orës 16:30. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla ka paraqitur sfidat e institucionit për vitin 2014, ku fokusi kryesor vijon të qëndrojë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në një takim të zhvilluar me struktura drejtuese të prokurorisë së përgjithshme, Llalla kërkoi të ushtrohet një kontroll më i thelluar mbi performancën dhe cilësinë e hetimeve nga ana e prokurorëve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Duke bërë një analizë të përmbledhur të aktivitetit të prokurorisë gjatë vitit 2013, Llalla u shpreh se konstatohet një rritje e ndjeshme e ngarkesës së punës, gjë e cila obligon çdo prokuror të impenjohet më shumë në aktivitetin profesional. Drejtoresha e përgjithshme e doganave Erisa Spiropali e cilësoi si mjaft të suksesshëm tremujorin e fundit të vitit 2013 sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Në një konferencë përshtyp nga Ministria e Financave, Spiropali theksoi se në 100 ditët e administratës së re doganore janë arkëtuar 16 presje 5 miliard lek. Dhjetori 2013 rezulton të jetë muaji më i suksesshëm në mbledhjen e të ardhurave në historinë e doganës, me 16.5 miliard lek të arkëtuara, ose $165 milion. Me një realizim rekord të parashikimit financiar për 129%, në dhjetor 2013 ka arkëtuar për shtetin shqiptar 4.2 miliard lek më shumë se në dhjetorin 2012. Rezulton se në tremujorin tetor, nëntor, dhjetor janë arkëtuar 6 miliard më shumë se në të njëjtët muaj të vitit paraardhës, tha Spiropali. Zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit, të drejta të plota të komunitetit shtetformues shqiptar në Maqedoni si parakusht për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në konferencën e përbashkët përshtyp me kreun e PD-s Mendu Thaçi në selinë e Partisë Demokratike. Diskutuan për shumë çështje që kanë të bëjnë me opozitën, si tek ne dhe në Maqedoni. I dhash informacion rreth zhvillimeve tek ne dhe mora informacion të detajuar rreth zhvillimeve në Maqedoni. Partia Demokratike mbetet përkrahase e fuqishme avancimit të drejtave të komunitetit shtetformues shqiptar në Maqedoni, duke kërkuar zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe duke kërkuar emancipimin e plotë të drejtave të komunitetit atje si parakusht i integrimit evropian të gjithë rajonit të Evropës juglindore, tha Basha. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Rexhepi ka refuzuar kërkesën e ministrit pa protokol të qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin për të vizituar komunën e Gjakovës. Vizita ishte parashikuar për në datat 6 dhe 7 janar 2014. Njoftimi u dha nga Ministria e Brendshme kosovare lidhur me kërkesën e Vulin për të vizituar Republikën e Kosovës, përkatësisht komunat e Pejës, Gjakovës, Mitrovicës dhe Graçanicës. Kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila është shprehur kundër vizitës së paralajmëruar të ministrit serb për Krishtlindjen ortodokse në Gjakov, duke përkujtuar se kjo është një prej komunave më të lënduara nga lufta dhe masakrat. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Füle është një politikan slovak dhe i përket fesë ortodokse, por kjo nuk e pengon as pak drejtuesin e lartë të Brukselit të mbajë në zyrën e tij edhe një foto madhështore, një kaligrafi me emrin e profetit Muhammed. Fotoja në fjalë ka rënë në sy gjatë vizitës së kryetarit të parlamentit Ilir Meta në Bruksel gjatë përpjekjeve të Tiranës zyrtare për të siguruar në dhjetor statusin e vendit kandidat. Të jetë një përpjekje e Fyles për të treguar se bashkëtesa, liria dhe drejtësia e besimit janë themelet e Bashkimit Evropian dhe se Evropa me të vërtet nuk ka alergji nga Islami apo. Kancelare gjermane Angela Merkel ka pësuar një aksident duke bërë ski në Zvicër. Kancelare gjermane mësohet të ketë pësuar fraktura në pjesën e legenit dhe mjeku e ka këshilluar të qëndrojë shtrirë sa më shumë të jetë mundur. Mësohet se Merkel pas aksidentit ka anulluar takimet e përcaktuara për 3 javët e ardhshme. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i kancelares Merkel në një deklaratë përshtyp. Numri i personave që humbën jetën nga shkatërrimi i një ndërtese në shtetin Goa të Indisë ka arritur në 17 pasi janë gjetur dhe 2 trupa të pajetë nën rënoja. Ndërtesa 5 katëshe në ndërtim e sipër u shkatërrua në qytetin bregdetar Konakona. Ushtria, policia dhe zjarfiksit ende po bëjnë kërkime dhe për 20 punëtorë për të cilët mendohet se gjenden të bllokuar nën gërmadha. Kundër kompanisë ndërtimore, kontraktorit dhe inxhinierit komunal është ngritur një padi për rrëzimin e ndërtesës ende në ndërtim. Të nderuar dëgjues, këtu informacioneve tona i erdhi fundi. Për më tepër informacion, ne ju ftojmë të klikoni në faqen tonë zyrtare të internetit gazetamendimi.com. Dëgjuat Lajme Flash në Albania FM Radio.